Ndërsa fushata po shkon drejt fundit të javës së dytë, momentet më interesante deri tani për fat keq janë gafat seriale të Sali Berishës dhe premtimet e tij gazmore, si dhe raporti së fundmi psikosocial Rama Vrenozi. Në mes të kësaj gallate elektorale, ku gara e rrjedhjeve dhe e batutave ka zëvendësuar ato të programeve, po bëhet e qartë më shumë se sa rezultati 11 majit, nevoja urgjente e rindërtimit të opozitës, duke nisur sigurisht nga Partia Demokratike. Vetë ajo, nëse i beson të gjitha sondazheve, nuk dihet nëse arrin 30%. Duke ju afruar frikshëm abisit elektoral të vitit 1997. Ndërkohë, po të njëjtat sondazhe japin një lajm tjetër relativisht pozitiv. Në të shkuara në çdo skizëm nga Partia Demokratike ka patur një fund thuajse fatal edhe pas në një shkëlqimit përkohshëm. PD-ja e Pollës, por dhe PD-ja e Cekës dhe e Pashkos, maksimumi mbetën shkëndia intelektuale nga lëvizja e dikurshme e dhjetorit, por kur realitetet të qëndrueshme elektorale. Partisë si e Bamir Topit apo Astrid Patozit sot nuk ekzistojnë më. Por shkëputjet e detyruara nga Partia Demokratike si Ali Beaj, Basha dhe ato të vullnetshme si e Shehajt po tregojnë realitete politike që mund të kalojnë pragun e futjes në kuvend. Këtu po të shtosh dhe realitetet ende virtuale si ai Lapajt, lind shpresë se pas muzgut të 11 majit, e djatha mund të ringjallet pas një vdekje të pritshme klinike të Partisë Demokratike. Sigurisht, shpejtësia e rilindjes do të ishte më e madhe nëse tërë këto fragmente do të ishin bashkë, nëse qëndrimi i tyre ndaj Berishës do të ishte koherent dhe ai ndaj reformës në drejtësi gjithashtu. Por mënyra se si u ndan edhe mes vetes edhe pasi ikën nga Berisha, të bën të reflektor se mos ndoshta virusi i smundjes Partisë Demokratike ka kaluar edhe tek këto fraksione. Përse nuk arritën të bashkohen? Si po përballen me sistemin e rizgjedhor që nuk dihet akoma se çfarë efekti elektoral do ketë? Apo përpiqen realisht të bëjnë rolin e opozitës në nesër dhe zëvendësojnë rolin e munguar të Partisë Demokratike në këto 4 vjet? Apo njerëzit duhet shohin se mos ndoshta opozita gjithashtu mund të lindë edhe ajo nga krahu i majt? Për këto do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rrjedhore. Me mua në program janë Taulanta Jubi, deputete e Euroatlantikëve këtu në Tiranë. Mirëmbrëma Taulanta, kënaqësi ty në program. Ju faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Evald Sereshi, kandidat për lëvizjen për zhvillim kombëtar djathtas në Elbasan. Mirëmbrëma Evald. Kënaqësi të kemë në program. Evaldi ndoshta nuk e njihni, por vjen nga një familje e njohur demokrate, por dhe intelektuale shqiptare. Nipi Alfred Sereshit, ministri ton të jashtëm, shpresoj të bësh fala. Më thej që zonë shnet mirë, kështu ti bësh fala kur shkosh në shtëpi. Roland Begor sot me mua, i cili rikthehet plan prishës sërish në Rrjedhore. Mirëmbrëma Landi, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Ne që do kemi pra, është për te shakaste si do kemi program. Prisita Gjikondi, e vetmja intelektuale majt në Tryje sot, mirëmbrëma. Faleminderit, ne si do kemi program. Taulanta, do doja ta nis me ju pasi Valdi të dalin pak emocionet e para të një Tryeze tillë. Si po e përballoni fushatën me këtë sistem elektoral që le të themi nuk është në favorin, sepse për shkak të miksimit, listat hapura, listat mbyllura, unë kam pasur për shembull javën e kaluar zotin Çollaku, Krishtin Çollaku, i cili tha unë kam votuar kundër këtij sistemi, tha, bërë nga Rama dhe Berisha, pasi është një sistem le të themi dekurajues për ata që janë në këtë sistem hibrid, gjysmë mbyllur, gjysmë hapur. Padyshim që ne në këtë studio kemi diskutuar rreth një vit më parë kur ndryshimet e kodit elektoral u votuan dhe u bashkuan votat nga grupimi i Sali Berishës dhe nga grupi parlamentar i Edi Ramës me një përpjekje po themi të dy anshme për të mbyllur listat e për ta mbajtur këtë sistem zgjedhor të pandryshuar me qëllimin e vetëm që të dërgojnë në parlament ata njerëz që i konsiderojnë besnikët e tyre e në këtë rast ata që do të shkojnë do të jenë borxhlinjtë e tyre politik që do t'i detyrohen, po themi qoftë Edi Ramës, qoftë Sali Berisha, ata që do të jenë në kuvendin e ardhshëm, do t'i detyrohen karrierat e tyre politike. Unë e kam thënë në këtë studio, zoti Balla, që e gjithë kjo, po themi, kjo marrëveshje ishte thjesht për mandatet e deputetëve. Do të kisha shpresuar që në atë kohë Partia Demokratike dhe ata deputet të cilët i kishin mandatet e tyre si rezultat i punës edhe i kontributit të mira demokratëve, po dhe padyshimi besimit të mira qytetarëve, të ngriheshin për te interesit personal dhe të votoni për një kod elektoral që do t'i jepte mundësi shqiptarëve të zgjidhnin me votën e tyre të lirë,
të pa detyruar nga këto mekanizma, po themi të listave të mbyllura, sigurisht që ishte një, po listat e hapura pa dyshim që prej 3-4 vitesh janë një kërkesë e vazhdueshme që duhet ishte plotësuar shoqërisë shqiptare. Ju vetë se keni bine nga informacionet që keni pasur edhe një nga drejtuesit të grupimit 3 që drejtohet nga Basha, i cili fakt ishte për listat e hapura, siç ishte edhe Ali Beaj dhe Dashmir Shehi ishin për listat totalisht hapura, bile lëvizja koalicioni Shehi Ali Beaj e kanë bërë këto edhe de facto. Hapjen e lista edhe ne kemi bërë. Pra, mua, domethënë, më vjen shumë mirë që sot në këtë tryezë ndajmë të njëjtat mendime, pikërisht jemi të dy forcat vetme politike, të cilat në këto zgjedhje ne kemi letuar, kemi tejkaluar ngërçin ku janë përpjekur ta fusi Rama dhe Berisha të gjithë këtë fushat që me listat e mbyllura ata pretendonin të fusin shqiptarët në një zgjedhje ndërmjet Ramës edhe Berishës. Pra, sigurisht ne e dim që Berisha sot është pasqyra ku Rama duket më i pranueshëm për qytetarët, por ne jemi koalicioni Euroatlantik dhe padyshim koalicioni Euroatlantik dhe Lëvizja Djathtas janë dy forca politike të cilat e kanë të i kaluar këtë ngërç dhe kanë dalë të gjithë në listë të hapur, duke e djegur, po themi, listën e mbyllur. Ajo që mund të them, Taulan, dhe lidhe me këtë që sigurisht që Rama e përdor, po në rastin e listave të mbyllura besoj që ai ka qenë më shumë indiferent. Berisha duket që ka qenë promotori kryesor apo jo. I mbështetur padyshim nga qoftë Rama ose qoftë Berisha, unë besoj që janë aksionerët kryesor të këtij, po themi, të këtij sistemi që është provuar. Dhe ajo që kuptoj sot, ajo që unë kuptoj sot në terren, Sokol, dhe jam e bindur që këto do ta thonë të gjithë kandidatët që realisht punojnë në terren, shohim një situatë e cila PD-ja nuk e shoh gjikundi. Ata që janë në listë mbyllur e din Tiranë, po flas sepse unë jam kandidate. Ja dy që janë në listë mbyllur shoh duke po xhirot e bllokut. Ata që janë në listë mbyllur e din që do dalin dhe nuk punojnë fare, ata që janë në listë hapur e din që nuk do dalin dhe njësoj nuk punojnë fare. Dhe kjo, të jemi bindur, këtu do jemi dhe mbas 11 maj, do ta çojë Partinë Demokratike të drejtuar nga Sali Berisha, do ta çojë në një humbje të pa imagjinueshme sepse vetëm përfitore nuk kanë guximin dhe nuk kanë vizionin për të folur. Okej, më duhet shkoj live me që po flasim për Berishën. Berisha është duke bërë fushatën fier. Le të djegëm vetëm 60 sekonda kryetarin e PD-s, cili po flet atje. Që kryon një mundësi të re për çdo shqiptar dhe shqiptar, për çdo të ri dhe të re, për çdo burr dhe grua, për çdo fermer dhe punëtor, për çdo biznesmen, për mbar qytetar shqiptar. Projekti nis jetën e tij. Me mbrojtjen e vlerave themelore të individit, të familjes, të shoqërisë. Ne besojmë se diteti njeriu, se diteti njerëzor, është vlerë e gjitha vlerave. Për të cilën jemi të gatshëm të bëjmë çdo sakrificë, të paguajmë çdo çmim, në mënyrë që çdo shqiptar të trajtohet me ditet. Këto 12 vite, ata që etiketuan veten si... Mirë, kthehemi në studio me ftuarin e Eval. Ti sigurisht je i ri në mosh, po je rritur me historinë e Partisë Demokratike, kuptohet. Si është që, okej, ju jeni sigurisht Partia e Djathtë, qeveria është temi fokusi kryesor i juaj, por nga ana tjetër jeni dhe ju në fokusin e Berishës, ju quajti dje opozita e opozitës. Si është sot dalësh
dhe përballesh edhe me Berishën në këtë fushat. Se e keni përballë, për fat keq. Jo, unë do të thoya për fat mirë, po megjithatë. Okej, për fat mirë, dakor. Unë mendoj që zgjedhjet e 11 majit, gjën më të shëndetshme që kanë pluralitetin e opozitës. Madje unë do ta gjykoja që ky është një hap cilësor që po ndodh në skenën politike shqiptare, sepse ne qartasi duhet ndahemi nga njëri tjetri. Është gjëja më e mirë që ndihmon edhe votuesin shqiptar për me identifiku interesin e tij personal dhe me bën një zgjedhje të qartë, sepse deri më sot binomi PS-PD i ka përfaqësuar në mënyrë jo të vërtetë të gjitha shtresat, të gjithë interesat në një zhurmë edhe paqartësi të vazhdueshme, gjë që nuk është normale. Kështu që unë mendoj që pluraliteti i opozitës është vetëm rrugë nëpërmjet të cilës ne mund të bëjmë të mundur rikthimin e interesit politik tek votuesi shqiptar, duke çuar në rritjen e pjesëmarrjes në votime dhe në rritjen e demokratizimit të vendit. Roland, është e thonë bukur dhe e thonë thjesht, po realiteti ka treguar që nuk është e thjesht fitosh kur ti ikën nga Berisha. Kemi shembullin e PADOS, po kemi edhe shembullin e PDR-s Pollos, pra ka patur shkëlqime të përkohshme elektorale, po në fund fare çdo skizëm nga Partia Demokratike kryesisht ka përfunduar jo mirë. Po unë jam dakord me Valdin që kësaj radhe ka një, jo thjesht se e tregojnë sondazhet, por ndoshta duke parë dhe themi mbylljen e një cikli të caktuar biologjik dhe politik të Partisë Demokratike, a ka realisht shpresë për rilindjen e djathtë të kësaj radhe? Shiko, shpresa është aty të paktën që prej 9 shtatorit të 2021-shit, mirë po u interpretua gabim gjithë ky skenar i krijuar, le të themi nga amerikanët në Shqipëri, se po të ishte përveç shqiptarët, partitë politike shqiptare dhe sidomos PD-ja, po dhe PS-ja sot, po na i dëshmojnë që nuk janë në gjendje të gjenerojnë, domethënë lëvizje të brendshme të forta që ta trondisin atë dhe ta futin një dimension të ri politik. Lëvizje të natyrshme. Lëvizje të natyrshme. Se ka lëvizje, po i lëviz kryetari. Po jo, lëvizje të natyrshme, lëvizje që të vijnë nga flukset e mendimit intelektual brenda, po dhe të mendimit militant, po duash. Në këto kushtet, në mënyrën se si e parashtroi Valdi, unë them po, ky duhet të jetë një projekt në terma afatgjatë, por sot jemi para zgjedhjeve dhe duhet të diskutojmë, domethënë, votuesi, pra duhet të nisemi nga pozicionet e votuesit të djathtë, duhet të diskutojmë në mënyrë pragmatiste, domethënë që çfarë synojnë tek e fundit forcat opozitare, synojnë marrjen e pushtetit. Si do të ishte më mirë që të merrej pushteti, do të ishte më mirë. A marrin dot pushtetin vallë? Ja, pikërisht këto forca opozitare, pa Partinë Demokratike. Pikërisht këtë do të thoya, pa Partinë Demokratike jo. Po dhe Partia Demokratike, pa këto forca të tjera opozitare, të djatha që kompletojnë gjithë opozitën shqiptare. Duket më e dobët se ç'është. Dhe ajo është fiks jo që thatë ju duket edhe më dobët se ç'është. Prandaj, i çfarë mendimi kam qenë unë të paktën kur isha i angazhuar në politikë, kam qenë i mendimit dhe ta ulanda çdo shqiptare që gjithë ky spektri i partive të djatha që doli nga, do të thënë, ato që ishin të krijuara, ato që krijuan rishtas, dhe sidomos ato që dolën nga Partia Demokratike, por edhe dashej që doli nga Partia Demokratike, dhe këtu duhet përshëndetur se bëri një sakrificë, ai mund të rinte si parazit dhe vendin e deputetëve kishte garantuar si gjithë kryetarët e partive aleate. Dhe ai bëri një akt fisnik pikërisht për këtë projektin në terma afatgjatë, sepse demokracia shqiptare ka nevojë të jetë e shëndetshme. Çfarë do të dëshiroja unë? Unë do të dëshiroja një pol të tretë. Sepse po të hynin këta si pol i tretë, duke zgjeruar atë spektrin maksimalisht, unë kam qenë dhe për Futin Aldrin Qorit, pavarësisht se kanë ndarje ideologjike, por ka një qëllim të përbashkët dhe qëllimi shmadhor është të ndeshen me dinozaurët e politikës së vjetër, majtas dhe djathtas, dhe të japin një përshtypje solide elektoratit shqiptar, që këta janë ata të cilët do të bëjnë ndryshimin, sepse kemi parasysh, vërtet sondazhet sot na flasin ndryshe, por sondazhet të paktën që nga zgjedhjet lokale e mbrapa, do të deri një periudhë kohë para disa muajsh na tregonin që 70%, gati 70% e qytetarëve shqiptar ishin kundër klasës së vjetër politike. Tani ç'ndodhi me këtë 70%, i cili na del në terma të ulët, maksimumi është 19-20%. Po mirë, prapë nuk është pak. Po prit, pra, çfarë na ndodhi? Na ndodhi duke qenë se nuk e në një pan. vend ku sistemi politik mori një goditje
gati fatale me ndryshimet kushtetuese të 2008-s. Po, ajo është një ranë. Ajo është një ranë, po ana tjetër është fakti që nuk doli një pol solid, që thoshin që ky pol i ri me figura të reja, me kandidatë që kanë integritet, sepse armën më të fortë që kanë këto partitë me sa kanë vënë partitë e vogla, le të themi, ose partitë e reja, është pasërtia e kandidatëve. Ndërkohë që dy partitë e mëdha janë futur janë ende në garë sot me persona të cilët janë kontingjent i spakut ose pritet të jenë kontingjent i spakut në ditën e vazhdim. Tani, në këto kushte do të mirë të vlerë në termat pragmatist. Në termat idealist është kështu si thotë Valdi, që po, kjo opozit që është përtej Sali Berishës dhe përtej Edi Ramës sot, majtas dhe djata, se kemi dhe partitë majta që kanë ndidojnë këtu, që është edhe Arlin Qori dhe Tom Doshi. Nuk e di do me thënë se sa do të ketë valencën politike, por është aty, është realitet. Në realitet në rrugë janë, pastaj sondazhet i nxjerrin, pastaj shifrat... Se sa do të përkthehet në vota, do ta shikojnë. Por ajo që unë mendoj, do të thënë që... Po ajo që shikohen sondazhe, Roland, është që tek e djathta, nuk e di, ndoshta ti referohemi sondazhit ton para 2 ditësh, tash ta thash, unë jam vetë skeptik ndaj sondazheve, e kam shprehur këtë, po në çdo rast shifrat janë kaq të mëdha, Roland, saqë nuk të lën vend për të dyshuar skizmën e fortë që po ndodh tek e djathta, sepse mjaftot shikosh, pra Shqipëria bëhet ka përshtypjen Arlin Qori është deklaruar e tillë. Mundësia gjithashtu. Ndërkohë koalicioni Euroatlantik ku ashtu, ndërkohë edhe koalicioni tjetër del, por pra shikon që shifrat tregojnë që tek e djathta diçka po ndodh, nuk e di a ka kohë për revolucion apo jo, po që diçka po ndodhe, diçka do ndodhi në 11 maj, kjo është pak po e sigurt. Unë them që do ndodhi më shumë pas 11 majit, sepse po patjetër, pra duhet kërkojmë shumë, duhet kërkojmë një hidhe të parë. Po, pritshmëria logjike, këta janë aty për të hedhur farën. Do të ishte mirë thashë të ishin gjithë bashkë, është gabim që nuk u gjet gjua, që të paktën euroatlantistët dhe djathtas për ndryshim... Që ishin dhe më afër. Unë nuk mendoj përveç në një nuance personale, do me thënë të drejtuesve politik, nuk shoh se kanë dallime ideologjike. Nga bisedat që dëgjoja emrin e Taulandës për shumë e përmendin që do kandidonte me listën e Aliberit. Pastaj situata ishte, me idenë që ishin kaq afër, që ishin kaq afër saqë në fakt... Apo Agaliu që nuk di e njeru tha që ishte me Aliber, pastaj me Bashën. Ta mbyllë atë, se doli si pak konkluzion ajo analiza që bëra, është kjo që... Ta bëj Kastila unë të t'i e di. Në rase, jo, ma ke bërë njerë, po jo tani. Në rase, do e thënë, nëse do të mendojmë që do ndodhi me demokracinë, në të ardhmen, po, shumë mirë se cila ka profilin e vetë, po kryon profilin, po del të qytetarët dhe ndërton një raport besimi e tjerë. Sa do të realizoj nuk e di, në terma teorik jemi këtu. Në terma praktik, mund të ndodhi edhe kjo tjetra, që Edi Rama mund të mos i marri 70 mandate, mund të ndodhi që edhe pse... Versioni më optimist. Versioni më optimist për opozitën është kjo, që Berisha të marri ato që do të marri dhe pjesën tjetër të votave ta marrin partit e reja ose partit e vogla, dhe në fund fare mund të kemi pse jo një negocim të ri me ata të cilët thonë që ne qeveri me Berisha nuk bëjmë. Le të mos fluturojmë aq larg, po le të rrim pak tek ajo që thatë ju, pse nuk u bashkuan këto fraksione, Brisida? Pastaj Taulanta. Sepse interesat personale kanë qenë më të fuqishme se vizioni dhe fryma që kanë pasur. Në qoftë do kishin interesin e një opozitarizmi të shëndetshëm dhe të vërtet, edhe ndaj PD-s, ndaj PS-s, nuk do kishin vënë veto për persona të ndryshëm, do kishin gjetur një mesatare dhe do kishin vënë interesin vërtet kombëtar përpara interesit personal. Në qoftë do kishin toleruar Basha, Shehi, Alibejaj, gjithçka janë të krerët e së djathtës shqiptare, që është për të ardhur keq, sepse edhe kështu siç janë, unë kam përshtypjen që edhe vota nuk do ketë vlerën që do kishte, po të ishin bashkë. Patjetër. Taulanta, në këtë emision, zoti Shehi dhe Shamir Shehi ka bërë një deklaratë kur unë temi e bëra pak presion të thoshte pse nuk dolët bashkë me Bashën, dhe ai tha që oferta ishte që ne të ishim bashkë, por Basha kërkoi të ishte drejtuesi koalicionit. Ai nuk e di sa kjo është e vërtetë apo jo. Ka pasur një periudhë të gjatë, rreth 2 muaj, gjatë të cilës unë kam biseduar, po themi me të gjithë zotrin që u përmendën dhe drejtuesit e këtyre partive dhe këtyre grupimeve.
jam përpjekur shumë në fakt dhe sepse edhe unë kam darë të njëjtin mendim si Landi që duhet të dilte kjo pjesë e opozitës të gjente guximin, të kishte një pol të tretë, të bënin një pol të tretë. Jo, mund të bëhesh, domethënë, në qoftë se vërtet do duhej që sot kishim një situatë më optimiste për opozitën, do duhej krijimi një poli tretë. Dhe unë këtë nuk e them tani, unë e kam thënë që 10 në janar këtë artikulim. Dhe sigurisht ideale do të kishte qenë përfaqësimi me një listë sa më të gjerë për t'i dhënë mundësi opozitës të ishte realisht opozitë, sepse Sali Berisha dhe grupimi i tij nuk e konsideroj sot opozit. Ajo që thotë Valdi në fakt mund të ketë dy këndvështrime pravaret se ku e vendosim dritën për ta lexuar. Ka një anë që të gjitha këto forcat opozitare janë në këtë garë për të provuar veten dhe për të treguar valencën e tyre elektorale. Fillojmë nga koalicioni Euroatlantik, djathtas 1912, apo të gjithë po themi grupimet e tjera opozitare, të djathta me profile të djathta apo të majta. Problemi që në këto zgjedhje është frika që kam unë, ose ajo që mua më trëmbë është që në qarqe të ndryshme, për shkak të këtij sistemi dhe për shkak të kësaj ndarje territoriale, vota e opozitës mund të humbi vlerën duke bërë që dy partitë po pra, në këtë, prandaj dalja do kishte qenë dalja me një listë sa më të gjerë. Por nga ana tjetër, edhe kjo lloj gare mund të krijojë profilet për një duke shpresuar shpërdorimi i votës do të jetë. Megjithatë, për shembull, në qarqet mëdha Orland është relative, në qarqet mëdha Tirana, Fieri, Elbasani, deri diku dhe Durrësi, kam një përshtypje që kandidimi kështu veçmas është Lexon profilet e secilës. Jo vetëm kaq, po kam përshtypjen që krijon më shumë mundësi për futje qoftë mandatit, mandatesh një apo dy mandatesh më shumë. Ndërkohë që futja në një listë përbashkët, edhe me një marrëveshje siç e ka bërë koalicioni Sheja Libeaj për ta patur të hapur, deltemi mund të fuste më shumë deputet, por do ishte një garë që do ishte shumë e egër mes disa fraksioneve, fragmenteve që do të sabotojë bashkimi ende pa folur për të. Ndërkohë që kam përshtypjen kandidimi kështu veçmas nga pikpamja romantike është më bukur të ishin bashkë. Kam përshtypjen që nga pikpamja praktike nuk e di e Valti, e di në terren. Ndoshta është më mirë që keni kandiduar kështu veçmas sepse unë personalisht mbas mbylljes së afatit për regjistrimin e koalicioneve dhe dështimit bashkimit të gjithë forcave që kanë guxu me kandidu jashtë koalicionit apo Partisë Socialiste dhe koalicionit të Berishës, me përjashtim të Partisë së Zotit Doshi, unë personalisht do të preferoja që të gjithë bëshin bashkë. Dhe koncepti i bashkëjetesës në diversitet do të merrte realisht kuptim ke ky koalicion. Do ju mungonte edhe Zoti Bardi që është tani ai që e ka përcaktuar këtë tezë. Ai e ka përcaktuar, po unë po them realisht mund të merrte guxim. Mund të merrte kuptim tek ky koalicion. Duke bashkuar edhe Zotin Qorri dhe gjithsekush ishte i lirë të bënte garën e vet bazuar tek programi, duke u përshtat me ligjin elektoral që dy forcat më të mëdha na e imponuan në kohën kur do të ishte më mirë të tentoshin dhe të negocioshin me gjithë partnerët politik. Tashi, ai koncepti im dhe qasja ime për zgjedhjet e ardhshme në funksion të partive të reja nuk është thjesht idealist, po është edhe shumë pragmatist. Pse? Në politik ka shumë rëndësi koha kur ti e merr një vendim apo kur e merr një qëndrim politik. Zoti Berisha e ka aftësinë të hutojë mbështetësit e tij duke gjithmonë më pak, dita ditës gjithmonë më pak, po nuk e ka humbur totalisht aftësinë. Pa diskutim, është një realitet politik, duke pretendu dhe duke tentu ta spinoj opozitën e opozitës tek gjithë subjektet e tjera që në fakt ka marrë guximin dhe janë shumë autentik në përcaktimin e tyre. E vërteta është që koha për me dash me bashku opozitën ishte përpara se Zoti Berisha dhe grupi i tij të ulishin tavolinë me Zotin Rama dhe të miratonin ligjin elektoral. Fakti që nuk e bën këtë punë tregon qartasi edhe mbështetësve të Zotit Berisha që në momente kritike si Zoti Berisha, si Zoti Rama ulen dhe e gjen gjuhën e bashkëpunimit në mënyrë të tillë që të mos lënë asnjë hapësirë tjetër politike. Unë e shoh me shumë optimizëm garën e ardhshme, do të kishte qenë shumë herë më rezultative nëse subjektet politike, liderët e subjektet politike do të tregonin një pjekuri më të madhe dhe do të
do të frenonin pak ambicjet personale, megjithatë të paktën unë personalisht e kam tentu të realizoj këtë koalicion edhe në nivel qarku. Dhe kam dështu. Si me zotin Lapaj edhe Shabani, të cilët kishin pretendim për moshën e vjetër të zotit Shehi, Dhe pastaj futi babajnë e vetë listë. Jo, nuk ka rëndësi, po përfundun ke zoti Sula në qarkun e Elbasanit. Kjo ishte pastaj kulmi e asaj gjëje, megjithatë kjo temë duhet të tekalohet edhe nga sot. Do ta tekalojmë vetëm un kam një pikë pyetje shumë të madhe, edhe kolegëve të mi edhe Bekos edhe Brisidës duhet t'i përfshirë kjo. Ka një realitet, zoti Lapaj dhe Shqipëria janë vetë deklaruar si lëvizje të djathta. Të paktën kështu janë deklaruar. Apo jo? Po kështu janë. Lapaj ka deklaruar që unë do marrë vota dhe majtas, do të afroj vetëm pak si më në qendër. Agron Sheaj tipikisht jo, Agron Sheaj është tipik, është i qartë në pozicionin e tij, dhe kam përshtypjen ka atë nismën e don Kishotexhin sensin e mirë të fjalës. Pra që do të ka të bindjen e vetë që të bëhet kryeministër e tjerë, po shpresojmë kemi rast ta pyesim. Don Kishoti pozitiv ishte në vetë. Don Kishoti pozitiv. Po pra. Në herë duket shumë, po e them sensin pozitiv se era, nuk e them sensin negativ, se ndoshta edhe mund t'i dalit shumë. Po ideja është që me Lapajn keni patur kontakte Taulanta, pra cili është, sepse është akoma një realitet virtual që del në sondazhe, po nuk e shoh një realitet konkret në terren. Pra, domethënë, a keni ka ky formacion kontakte me parti të tjera? Ka komunikime? Pra këtë e Valdi foli pak, po nuk e di për koalicionin e e lam në fakt për gjysëm më parë se u devijua debati për shkak të artikulimit në raport me bashkimin ose jo të një poli opozitar. Unë di që edhe vetë personalisht me partner të zotit Lapaj, për shumë dhe zotin Shabani kam bërë një bisedë gjatë për ta përfshirë pikrisht në këtë ide. Edhe me zotin Shehi kam biseduar, edhe me zotin Alibej kam biseduar, kam qenë gjithmonë për këtë lloj kohezioni ndërmjet grupimeve, pavarësisht se ne mendojmë për disa gjëra ndryshe. Po, ajo që na bashkonte në fakt janë disa shtylla ose disa kolona të forta, siç është qasja ndaj sistemit drejtësisë, lufta ndaj korrupsionit, marrëdhëniet në Shtetet Bashkuara edhe Bashkimin Evropian. Dhe të gjitha këto duhet ishin tejkaluar. Ajo që thatë më parë në fakt që Dashamir Shehi ka thënë që në këtë studio, unë e kam dëgjuar në fakt edhe unë di kam informacionet të tjera edhe nga bisedat me të, po dhe nga bisedat me drejtuesit e grupimit tim, qoftë drejtuesin politik zotin Basha, qoftë zotin Hasa që ka qenë prezent, apo qoftë edhe drejtues të tjerë të Këshillit, drejtuesin e Këshillit Kombëtar që kanë qenë prezent në këto biseda, që unë e di që zoti Basha i ka t'i kaluar të gjitha pengesat për të qenë pjesë e këtij koalicioni. Lista e hapur vetë bënte që secili garonte në këtë listë hapur dhe më pas dhe përcaktojnë votuesit. Kështu që unë besoj që Ngërçi nuk ka qenë për listë hapur. Absolutisht, ka qenë për listë hapur. Listë hapur ka qenë, nuk e diskuton njëri. Mund të them gjithë problemi, meqense ju jeni kandidat, tani unë jam kandidat, ka ngec tek formula e drejtimit të koalicionit dhe kjo është e mira është mos konsumojmë kohë. Ju të dy që jeni kandidat mos e konsumoni, unë doja të thoja diçka bërë. Ja, një sekond, ta bëroj Valdi dhe pastaj ti. Më pyeti dhe për këtë dash përgjigje, nuk do dua. Sot do duhet në fakt flasim për programin, flasim për alternativën, flasim për marrëdhëniet me qytetarin që kemi sot. Do preferoja atë. Ja, do flasim më herë. Ka një gjë që qytetarët duhet ta dinë. Jemi akoma te gjysma e programit. Për shembull, unë do të shtoja këtë si e kam parë unë pse nuk u realizua kjo. Kam qenë pothuajse i bindur që në fillim që nuk do të realizoj, edhe pse i dëgjoja palët që përbetoheshin që ky ishte varianti më i mirë dhe për hir të demokratëve të mbështetësve do dalin mbi interesat personale. Pse? Sepse politika në Shqipëri përgjithsisht është bërë nga politikanë dhe jo nga burra shteti. Ju e dini dallimin që ka midis një politikani dhe sidomos një politikani vulgar e Ballkanas me një burr shteti. Burrat e shtetit mendojnë për gjeneratat. Pra, mendojnë ashtu si që i thash Eraldi në fillim si idealist. Pra, Eraldi në fakt aty mendoj si burr shteti. Duke parë perspektivën e së djathtas. Dërsa këta politikanët tanë që janë në nivele dhe pothuajse mediokre dhe shumë personal në politik, mendojnë për interesin e tyre të çastit, momentit, ku janë ata sot dhe çfarë do të jenë ata pas zgjedhjeve. Ti bie shkurt. Sali Berisha ka menduar gjithkohë si të eliminon të Lulzim Bashën dhe gjithë tjerët në opozitë dhe opozitën ta kishte monopol.
Lulzim Basha mendoj që megjithëse në aparencë, në dukje, trashëgoi disa struktura dhe përbënde më shumë mbështetës se dashej sipas tij dhe Enkel Dalibej, dhe ai ka dashur që në këtë moment delikat, përderisa ne nuk fitojmë që nuk fitojmë, ti eliminoj këta, mos i kem në përkëmbë, aq partisë atë kem ta kem vetëm. Të njëjtën gjë ka menduar edhe ky Alin Qori, edhe Lapaj. Alin Qori dhe me dukshme pastaj, dhe me dukshme pastaj është lufta e papartë që bëri Shehaj me Lapaj. Kur Shehaj mendonte që nëpërmjet disa provave ku e akuzonte për korrupsion, për fshirjen në korrupsion dhe mungesë sinqeriteti të Lapajt, kërkoi natyrisht që ta eliminonte elektoratin e Lapajt. Do të thënë, ai elektorat vinte te Shehaj. Pra, secili nga këta ka bërë disa lëvizje në këtë shahun e madh, lëvizje që mendojnë sot do të japin fitore, por duke nxjerr gjithmonë fitues veten. Unë mendoj që në fund fare të gjithë këta do dalin humbës, sepse projekcioni që ka ndërtuar Sali Berisha në mënyrën se si ai e mori Partinë Demokratike, si e konceptoi të djathtën, si shkoi me këtë propozim, se ka shkuar njerëz se këti me këtë propozim për sistemin zgjedhor, është një propozim malinj dhe del dhe thot tani që unë u bëra atyre ofertën që hajdeni. Po mirë, një pyetje kam për Berishën dhe për gjithë ata jemi Bashën jo, për Alibejin jo. Kujt e ka bërë? Ja ka bërë zoti Shehaj. Jo, thotë që dhe Alibej i ka dërguar njerëz se ka fol, por nuk bëhet kështu negociata. Unë kam qenë vetë antar i kryesisë dhe në 2005 e di si i bënte Sali Berisha negociatat. Tani vim tek momenti, unë kam një pyetje. Këta thonë që kam një pyetje për Berishën dhe berishistët. A e din ata që ka një elektorat... Pyetja është retorike. A e din ata që ka një elektorat anti-Berish, ose jo berishist, i cili, edhe mos ishin këto partitë të djatha, nuk do shkonte të votonte, siç nuk ka shkuar dhe në vite kur kemi qenë gjithë bashkë. Sepse ata janë ndarë me Berishën që në çështjen e pronave, që me ligjin mbi pronat, janë ndarë, ishte për ndjekurit politik, që në momentin që e panë që ky se kishte seriozisht dekomunistizimin e shoqërisë shqiptare, por përkundrazi, bëri të kundërtën. Edhe këta nuk do të vinin të votonin. Po mirë, Sali Berisha, po të ishte një lider vizionar në këtë momente që ta donte fitoren, do të thoshte, unë do të propozoj një ligj ku këta vërtet nuk më duan mua dhe nuk bashkojnë me mua, por në fund, pasi mbarojnë në datën 11, në datën 12, unë të kem mundësi që këta të jenë favorizuar, ta kenë thithur gjithë të elektorat që rinë shtëpi. Sepse kështu mendohet në vizion. Ai nuk e bëri këtë gjë. Nuk e bëri këtë gjë, unë them usumi më kohë me Berishën, spakun këto tyre. Shkojmë me një publicitet dhe kthehemi, le flasim për temi këto fragmente të shkëputura nga Partia Demokratike, arsyet pse u shkëputën prej tyre, që janë sigurisht pjesë e programit të vizionit që ata paraqesin për votuesit, temi potencial të djathtë qendrës djathtë në Shqipëri, dhe padyshim nëse do të jetë kjo bërtham konsistente e një opozite apo do rrezikojmë si në rastin e Greqisë kur opozita e PASOK-ut do bëjë një tjetër parti e majtë, Syriza. Rikthehemi pas pak.